Kemi pak flasim që e kthejmë në flasim për delet tona, si shtonë. Si doktori? Si shtonë. Jo, doktori. Jo, doktori, pasi letemi që ka një situatë të trazuar edhe në vëndet tona, sa përket probleme të integrimit. Kosova ka blokimet e veta, Macedonia sërish hap probleme nga hiqi, me sa duket me çështjen e gjuhës. Albini që shkon te Mickoski shtrëngon duart në mes kësaj situate, etj. Edhe në mungesë të himnit kombëtar, që është rasti pa precedent. Pra, është e pa imagjinueshme që një parti politike të jetë kaq kompleksive, domethënë, sa në shpinën e vet mos përdori simbolika kombëtare, imagjino pastaj me mbrojtje të interesave kombëtare shqiptarëve jashtë shtëpisë vet dhe me imponu palas maqedonase për të respektimin e drejtës së gjuhës, së simbolikave, të datave, të festave. Pra, është vërtet shqetësuese, aq më tepër që aty në farë mënyrë kishte një lloj noterizimi me praninë e Kurtit, por edhe me praninë e përfaqësisë së partisë opozitare shqiptare, një shpur nga Partia Demokratike, dhe kjo vjen në një kohë kur dihet qarta që Mickoski në shumë dështime, sidomos për sa i përket bllokimit të integrimit evropian, mos kalimit të ndryshimeve kushtetuese që premtoi që do i bënte, duket qarta që ai përpiqet që dështimet edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e integrimit, përpiqet që ti kompensoj duke ngjall, duke ndezur polarizimin ndëretnik dhe duke prekur haptazi të drejtat e fituara të shqiptarëve, me shumë mundë ndjerës, dhe më të freskët dhe kemi... Ju mendoni që Maqedonia po ecën mbrapsht? Jo vetëm mbrapsht, por shumë mbrapa. Domethënë, unë kam një lidhje pak më të veçantë me Maqedoninë e Veriut, sepse teza ime ka qenë martuar që në vitet 90 në Maqedoninë e Veriut, dhe unë kur kam vizituar për të parë Shkupin, që ka qenë vizita ime parë jashtë vendit, mbaj mend që sapo ishte vrarë një student pas represionit policor në Universitetin e Tetovës, në 95. Kur kam qenë student në Tiranë në 97, kam qenë bashkëorganizator me Forumin e Partisë Demokratike asaj kohe të një për protestave të para, solidariteti për heqjen e flamurit dhe arrestimin e Rufi Osmanit në Gostivar në 97. Në korrik në 97. Pra, janë flamuri, simbolika, gjua, kemi një diskutim dhe një rihapje të ëndrave të këqija të makteve të fund viteve 90. Pra, duhet luajtur me zjarrin këtë aspekt. Mendon që kjo ndikohet nga gjitha atmosfera, themi edhe turbullt, themi e pa qartë europiane kur po absolutisht është e para njëherë është veprimi i qartë i një populisti autokrati i cili në pamundësi për të mungesë kurajo ose pa përgjegjshmëri për të ballafaquar me sfidat e drejtë për drejtë të vendit. Është një vend që ka rritjet e inflacionit, ka rritjet e emigracionit, ka sanksione ekonomike. A ka ndëshirë të ngrohen këta politikanë? A ka ndëshirë që vendet e tyre të ngrohen? Kjo është shumë interesante. Kjo është pyetja. Sepse ti thua mund të jenë Kimi Rus, po mund të jenë Kimi Rus se ka interesat e veta, po mund të jetë ku diun Beogradi do të ketë mundësi vjen Prishtinë, se ka interesat e veta, do ka ato ëndrat e veta në gjumë. Por, ideja është, ne vetë që bënë. Është një studim interesant. Sepse qoftë Maqedonia Veriut, qoftë Malizi, qoftë Shqipëria, qoftë Kosova, teorikisht janë vënde që temi janë të orientuar, si shtot ambasadori nga propaganda perëndimore, e kemi mëndin nga Bruxelli. Po, ideja është që ti shikon nga veprimet që këta bëjnë, të të përmirë. Ka për thembrën e Akilit. Për dy arsye. E para njëherë, dhe prandaj përmenda një studius amerikan, Joel Hirschman, i cili ka vënë në duke, Joel Hellman ka thënë në duke që ka një tendencë të reformave të lëna në mes, të një leadershipi të ri politik, i cili ka interes për statukon. Sepse normalisht po të futet në Bashkimin Evropian, po të bëjnë reformat, ata ose pësojnë pranga, ose pësojnë ballafaqim me drejtësinë, ose ose realizacion. Mblidhet ripi, transparenca, llogaridhënia, rritet gara, konkurenca dhe presioni nga jashtë, dhe kanë vështirë. Prandaj kanë interes të statukoja dhe zvarisin pafund këto gjëra. Dhe këtë ka një interes mirëfilli aty. Këtu shtohet edhe fakti që... Për shumë, të rasti Maqedonisë, se po e nisim nga Maqedonia. Maqedonia, ky Mickoski është edhe i ri, nuk është i vjetër. Po ai përfaqëson në retorikën e tij dhe ka qenë dhe ne kemi shpresuar që kemi ndjekur nga afër zhvillimin atje që ishte thjesht një teori ose ishte një qasje elektorale, mandej kur viten në pushtet, të sillen me këmbë në tokë me qasje normale. Sepse ndryshe sillet një parti në opozitë, ndryshe sillet në qeverisje. Nuk ka ndodhur ashtu. Menjëherë me të ardhur ajo retorik u vu në veprim, u vu në jetë. Madje që kur u zgjodh presidenti, gjën e parë që bëri presidenti Jablanoski, që u zgjodh me kontributin e Kurtit edhe të aleatëve të tij, ajo ndryshoi dhe hoqi pjesën shqipe nga faqja.
Edhe vetëm kaq, po sfidoi edhe integrimin evropian duke ju referuar Maqedonisë së Veriut si Maqedoni, duke shkelur dhe nëpërkëmbur marrëveshjen e Prespas, duke dukur qatazi që ishte një ndër elementet kyç. Që ishte marrëveshje me Greqinë për ndryshuar emrin. Dhe kjo ka vazhduar madje për shembull më së fundi ka qenë heqja e atashëqytetit balancuesi, sepse një ndër arritjet e shqiptarëve atje për të eliminuar diskriminimin janë përpjekur që në postë kyçe të administratës së lartë të vendosen në mënyrë proporcionale shqiptar, të cilët zgjidhen me filtrat e meritokracisë normal që zgjidhen në Maqedonasit, po të paktën ta kenë një lloj ndarje proporcionale, cilën ai ka hequr. Pa llogaritur pasuk që kemi një protestë të freskët të studentëve për një çështje që ne përmendam më herët, që është çështja e 95-s. Dhe kjo është me rënda, sepse kemi Kurtin, i cili është një farë mënyrë bashkëfajtor, jo vetëm bekus e kumbar, por është edhe bashkëfajtor në një farë mënyrë, sepse po mos ishte angazhimi i tij Vlenit dhe përpjekjet e tij, nuk do kishim të situatë në Maqedoni, nuk do kishim kaq kontroll të pushtetit në Maqedoni, dhe për më tepër është e ulët se njëri që ka ardhur vetë si lider studentor, pra është një republikë si lider studentor, nuk ka thënë një fjalë të vetëm në protestat legjitime të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut për çështjen e provimeve në gjuhën shqipe. Dhe këtu kemi problem thelbësor në disa anë. Dhe kjo prandaj përmendon themrën e Akilit, sepse shqiptarët, nëse ka një gjë për cilën ne mund të krenohemi, është linjëzimi me orientimin dhe kursin e palëkundrit perëndimit, dhe fakti që kudo ku shqiptarët jetojnë janë konsideruar si faktori më pro-evropian, pro-integrimit euroatlantik. Dhe kjo është lehtësisht e matshme. Shembull shikoni sondazhe, po themi për më freskët për shembull, pro-Ukrainës, janë vetëm 30% të banorëve të Maqedonisë së Veriut dhe shumica dërmuese 90% e tyre në 30% janë shqiptarë. Pra duke qartë se që ne kemi kursin e drejt perëndimit. Mirë, po çfarë ndodh? Angazhimi i Kurtit me një formim politik që duket si zgjatim i vetëvendosjes, duket si filial ose franchise i vetëvendosjes, e ul subjektivitetin shqiptarëve aty dhe i jep oksigjen që ushqen qarqet më agresive nacionalistë antishqiptare, duke rikthyer gogolën e Shqipërisë së Madhe dhe duke thënë që këta këtu nuk janë shqiptar autokton vendimarrës shtetformues, por janë thjesht proksi zgjatime të Prishtinës. Pra në farë mënyre me sjelljen që ka bërë, duke u dalë si patroni i këtyre partive shqiptare atje, duke dalë si lideri i mbar shqiptarëve, duke shëtitur, duke shrollatur në Gostivare, në Tetov, dhe duke eklipsuar lidershimin politik shqiptar autokton, vendas, dole ati vajti sekretari Vlenit, ai faktikisht i ka defaktorizuar shqiptarët, sepse shikohen si zgjatim, si shtojc e kryeqytetit të Kosovës, por njërazi tjetër edhe e ka ushqyer Mickovski, dhe plus kjo dëmton imazhin e shqiptarëve si forcë pro-perëndimore, sepse në fundit ajo forcë politike atje po bllokon integrimin evropian. Dhe deri tani shqiptarët, kudo që kanë qenë në politikë, qoftë në Maqedoni Veriut, qoftë në Malzi, qoftë në Lugin Preshevës, edhe padyshim Kosovë e Shqipëri, kanë dalë tradicionalisht si populli që e ka shembulluar dhe ka përqindje më të lartë në sondazhe të vullnetit për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe NATO. Me këtë aleance, Kurti duket i pa interesuar tonë. Jo vetëm pa interesuar për Kosovën, se ka qenë në një vazhd të gjatë të konfrontimeve, izolimeve për plasje me partnerët ndërkombëtar. Po këtë po eksporton si Che Guevara edhe Maqedonitë të Veriut, sepse është duke revolucionin e tij po e eksporton atje dhe atje po sillet si patron. Pandej është Albin Guevara sot. Absolutisht. Të bëj një pyetje se je njës më i mirë, po e dua përgjigjen jo si palë politike, po si një, sepse unë kam kritikat e mia për Kurtin për shumë qëndrime të tij dhe kryesisht për atë që ka patur konfliktin qoftë me Evropën, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me gjithë këto që paraqite. Pritet që të ketë fitoren e 3 radhasi në Kosovë. Si përkthehet kjo duke parë gjithë këto qëndrime që... Pra i bie që e duan dhe shqiptarët, se kjo është pyetja. I bie që edhe këtë rrymë që përfaqëson Kurti përkthehet në mbështetje të tij në brenda Kosovës. Unë e di që shqiptarët mund të bien peng e politikave populiste që losen me emocione, me mlef, me maraz, me urrëtie etnike, dhe në këtë aspekt edhe Kurti dhe Mickovski kanë simbiozë. Këtu pyetja e Emilio është shumë e thjeshtë. Të dy Unë kam një kundërpyetje shumë thjeshtë. Dakord më, unë tash do ta votojnë atë. Me polarizimin etnik. Puna është, pse nuk janë sinqertë tonë? Ore, nuk e duam integrimin evropian, duam Shqipërinë e madhe. Thuaj. Po duhet të jesh i sinqert ama, që ta dimë ne. Na e thuaj. Do Shqipërinë e madhe. Dakor, do të vilajetin e Prishtinës. Okej, po thuaj, tregoj sinqert. Që ne ta dim dhe ne, valla, nga... Shumë votat ashtu, sa i do të veteranët. Ta dim, edhe ky moment sinqeriteti duhet vija, po se nuk jemi te make it or break it, kupton?
Sepse duhet tani ne na thonë që jemi shumë afër me integrimin evropian. Kjo retorikë politike nuk fiton gjikundi. Jo, ne e duam këtë. Po edhe ai ta thotë që nuk e duan integrimin evropian, duhet të jetën e Prishtinës, ta thotë. Kam vetëm një opinion, shumë se 3-4 fjali. Më vjen opinion shemi. Do më thënë, unë kam përshtypjen që ajo që ndodh në Maqedoni është produkt i nacionalizmit Maqedon verior, Maqedon nuk e di se, por i Maqedonësve. Bulgar perëndimor, janë të nesër, pastaj të cilët janë presuar për nevoja të ekzigjencave politike në marrëveshje të shumë të vështira, në kuptimin e ndryshimit të emrit, tash të presionit të ndryshimit të kushtetutës, dhe këto që prodhohen në faktorin shqiptar janë nën produkte të nacionalizmit maqedonës, të cilët, për fat keq,